minuta për gjatë lejës për ta sqaruar. Se e para ka një traditë parlamentare, referohem të vendimit të Kuvendit të Shqipërisë të vitit 2017, për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Reformës Zgjedhore për të garantuar sa të jetë e mundur përfaqësimin e të gjitha partive politike në Kuvend. Kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, është e domosdoshme që edhe partitë parlamentare të cilat nuk e kanë një grup parlamentar, ose më mirë akoma partitë politike që nuk e kanë dashamirësinë e një grupi parlamentar të madh që të heqet e vërtet nga vetja dhe të japë mundësinë atyre të formojnë një grup parlamentar, të jenë përfaqësuar në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Propozimi ynë ka qenë i njëjtë me atë që është gjithmonë, dhe jemi të barabartë edhe në numër, edhe në të drejtën e vetos, dhe që është garancia më e madhe që dy partitë më dha kanë, por Partia Socialiste dëshiron dhe vazhdon të insistojë, dhe prandaj ne kemi lënë pezu vetëm këtë pikë të vendimit, në mënyrë që ta miratojmë gjithë bashku edhe partitë e tjera parlamentare të jenë aty. Tani kur ne shohim që kur Partisë Demokratike, këto partitë e vogla i duhet, madje u merr borxh edhe kandidatin për kryetar bashkie se vetë nuk kanë, por se do t'i përjashtojnë këto partitë e vogla nga reforma zgjedhore? Jo, argument, nuk bëjmë pyetje se argumentet e rastit të parë. Nëse partia tonë ndoshta ka një vot reforma zgjedhore, ne kemi një parti parlamentare, jo një vot projush, ka një shumicë të gjithë reformës zgjedhore të rastit. E para është unë nuk kam asnjë kompetencë të vëmë në dyshim rezultatin e zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e partive në këtë komision të rëndësishëm. Unë në një rezultat zgjedhor të gatshëm deri në sit, edhe në 2017 kemi përpiqur. Ne kemi lënë teknik për ta diskutuar. Unë doja t'ju informoj ju se kush ka qenë qëndrimi im, prandaj thashë në blerjen e fundit të konferencës së kryetarëve. Dhe shpresoj e besoj që vazhdojmë të jemi të angazhuar për të dhënë një zgjidhje për këtë çështje. Se të të drejtën, ajo që sapo thatë ju bie, sapo sjell argumentin që nuk ka asnjë vendim substancial në këtë komision nëse përfaqësuesi i Partisë Demokratike apo ai Partisë Socialiste ushtron vetëm. Pra nuk ka asnjë vendim fare. Tani ç'është problem këtë që ti dëgjon gjithë palët që janë të përfaqësuara, gjitha partitë politike që janë përfaqësuara. Dhe kam sjell një argument ndonjëherë që lidhet me një zgjidhje do ta quaja ekstra parlamentare që na është dashur të bëjmë vitin 2020. Pra nëse do të referoheshim grupeve parlamentare në vitin 2020 për të bërë reformën zgjedhore, e kemi pamundur se Partia Demokratike nuk ishte përfaqësuar. Dhe bëm një zgjidhje që ngritëm një këshill politik dhe te këshilli politik sollën Partinë Demokratike sepse s'kishte grup parlamentar se kishte NATO. Ishte një rikim atë. Ta mbaroj, ky është qëndrimi dhe nesër do të ngrihet reforma zgjedhore, të shpresojmë që do të ngrihet në proces. Zoti Bolla, kemi ndjenjë që presidenti i Republikës Varanda nga i kohë që ka mbajtur detyrën e Ministrit ka zhvilluar një kundërtari të tjera private duke paguar me listë private. Unë nuk merrem me këtë temë. Një gjë ditë të them që kam dëgjuar në media tuaja, një ato strica që jetë ju. Media tuaja, sa po ka denoncuar media tona, po unë thash vullnetari thash media. Dhe thash të një media tuaja që thoshte Bardhi Tipika, Beka është i paguar. Edhe të them të drejtën, të lutem. Akuzat janë me emra konkret, shkallësh me emra konkret, janë dhëna me vite, janë dhëna me të ardhura.
qenë organizimi por mëndimit të përgjit. Tani unë po ju them që kjo gjëja që sa u thashë në më nuk lidhet në personin që ka qenë, se personin që ka qenë ka një rëndësi. Rëndësi ka që të ketë një etik institucionale në marrëdhënie me institucionin presidentit. Tani, për të përgjithë, presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkakton. Ma tjetër nuk do kush jeti që nuk e them unë, zoti Balla është ai ka shkel kushtetutë për sa gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e tij. Që në këtë moment është shkelje për edhe kushtetutë. Fare, në vlerësimin tim, presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje. A ka ngelur në një institucion që nuk ka kërkesë për shkarkim? Ka ngelur në një institucion që se ka shkelur kushtetutën? Më thanë që kanë bërë kërkesë gati për shkarkimin e zotit Lupi Linçi. Nuk shkarkojnë atë. Tani duhet të di ballë se kanë qenë çesharake. Ta shkarkoni atë. Në deklarën e pasurisë të presidentit të Republikës, Zoti Beranxhela, që nga zyrtare jo tash e them, Kisha, Edhe në këtë rast nuk do ta rishikoni shndrimin tuaj në rast të Beranxhela gjatë kohës që është shërbes si kreu shtetit, kryen veprimtari të tjerë të cilat janë të ndaluara kategorikisht. Jo nuk është përpjekja, është çfarë që nuk do të bani ju në rast se ka kushtetutë. Edhe nëse ka shkel kushtetutën e ose se shkelja e kushtetutës e vërteton në gjykata kushtetuese. Nuk e vërteton ty person. E vërtetoj me pezullim dekreti. Çfarë përgjigje do nga Se nuk ngrini komisionin timor, pse s'pranoni nisjen procedurën e ta caktuar gjykata kushtetuese. Nuk ka ardhur kërkesë për komision timor, ka ardhur kërkesa për shkarkimin. Po është procedura, është Po jo si mirë ka. Ju thoni ne do e marrim fare në konsiderat. Tani kam një element. Po jo, kam një çështje, jo, sepse ta falenderoj. Kjo është rëndësishme. Tani, unë mendoj që është marrë të presidentit, por do bëj pyetje për kuptuar cili është roli i Partisë Socialiste. Ka rol partia. Do të pyes se do të keni prezant ju, do të marrë fjalën e ministrit, do ta kuptojmë se është përfshirje apo do të manifestoj. Ajo është një organizim cilin e bën organizata veteranëve të luftës shqiptare në Kosovë, ushtrisë shqiptare në Kosovë. Është një organizim që vjen pas atij që ndodhi në Prishtinë, pas atij që ndodhi në Hag, dhe është krejt normale që e treta dhe e vërteta jetë në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Organizata e veteranëve të UÇK-s, me të cilët unë takuar dhe sot do të kërkoja me kuptimin tuaj që gjitha organizimet që përdoren një herë faleminderit të gjitha mediave që janë lejuar ta transmetojnë spotin edhe ju gazetarëve pa përjashtim që i keni dhënë hapësirë, dashur qytetarë të Tiranës e gjithë Shqipërisë, ne shqiptarët na karakterizon abëdashuria dhe na karakterizon dhe solidariteti, bashkimi për fuqi, thoshte Skënderbeu. Jemi gjithë së bashku ditën e premte ora 17 në sheshin Skënderbeu. Për të dërguar një mesazh solidariteti ndaj 4 komandantëve të UÇK-s, por dhe gjakut të derdhur nga gjithë ushtarët e UÇK-s të rënë në frontin e betejës për çlimin e Kosovës. Dërgoni mesazhe të tilla por nuk pranoni firmatoni një rezolut për të dënuar genocidin në serb në Kosovë. Ambrozia do ta dëgjosh nesër për ditën e këtë. Dorose vetëm e them që mos u hap shumë çështë. Zoti Balla, kemi organizim nga ju që në grupin parlamentar të socialiste në këtë në premte. A ka një organizim nga ju të quhen pjesëmarrës të gjithë grupit parlamentar të Partisë Socialiste në protestën e ditës së premte? Çfarë organizimi duhet për të qenë diçka që i shërben atë? Është lidhet me kombin tonë. Pra na thuhet në një akt akuz që kombi jon kur është dashur të çlirojë një pjesë të territorit vet për të shpëtuar popullin shqiptar të Kosovës që ishte në sulm nga makineria vrasë e Miloševićit, duhet një organizim. Kjo nuk është partijake. Kjo është kush e ka zemrën në vendin e duhur dhe kujt
i dhem sa do pak për kombi, do të jetë të premten atje. Pastaj organizata veteranëve do të përcaktoj se kush do të marrë fjalë, kush është programi, s'ku ka unë programin, unë do jem atje dhe të shpreh solidaritetin tim me një proces të pamndershëm, me një proces që e dini si u iniciua, e dini edhe kush e votoi në 25 janar 2011 së rezolutën e famshme Dick Marty, po për këto dhe këto nuk duhet merrem sot se jemi marrë votë, dhe do doja shumë që ishin edhe kolegët e Partisë Demokratike aty. A do jenë deputetë e Partisë Socialiste aty? Po, si kryetari i grupit parlamentar i kam thënë dëgjoj. Mirë është që të jeni secili personal. Faleminderit. Kemi rëndësishme se ta